quhet ndikim në fushat, quhet ndikim në zgjedhje, prezenca e tij si strateg edhe pse jo si lobist, edhe gjithashtu votuesi shqiptar nuk është votues amerikan, pra efekti nuk do jetë aq i ndjeshëm. Çfarë mendoni ju? Po jam i pak i habitur me La Civita. Sepse La Civita krahason shumë bukur, krahason atë që ndodhi Trumpit me atë që ndodhi Berisha apo jo. Po ta vini re. Po ta vini re, La Civita, më fare. La Civita guxon në Amerikë sulmon drejtësinë amerikane apo jo, e sulmon Trumpin, okay? Në Shqipëri e vini re që La Civita nuk thot as edhe një fjalë për drejtësinë. Më kemë habi. As edhe një fjalë për spakun. Më kemë habi. Pra, ai merret me Ramën, që nuk është aty vlera e shtuar që pritesh nga një amerikan si La Civita. Vlera e shtuar si një amerikan si La Civita ishte pikërisht ta kthente spakun në qendër, një spak që shkuar shumë larg anash, majtës, në ndikimin e administratës Biden.